A mjafton kjo lëvizje për ta shkundur dhe për ta ndryshuar këtë sistem të vjetër politik? Ja. Pra dhe, po them. Cila është hapi tjetër sipas jush? Po, kjo pjesë. Deri tashi, si me thënë, unë morëm çfarë ka prodhu pozitive. Lloj analize Jam dakord. Tashi po marrim ku defekton. Ku se ka atë pjesë. Njëherë që u bën 2 javë. 3 javë, java 3. Po, java 3. Dhe duhet kishim prodhu, si të thush, një leadership? Leadership, po, që s'është të thonë që t'jetë një njeri vetëm. Se ne kjo na trem. Mund t'jetë një komitet i Po, madh. një komitet i madh, kuptoti, revolucionin francez, kuptoti, e kanë drejtu 3-4 vetë, Marati, Dantoni, Robespierre, gjithë se cili prej këtyre këtu, mund t'identifikohet, a i që më radikali ku e di unë bëhet Robespierre, a i që është më i moderun bëhet Danton, a i që është më popullor bëhet Marat, po bëjnë këtë krasimi se kjo revolucioni më i famshëm. Nëse më lejon patjetër që kjo lëvizje, deri tash me këto pozitivit, pra pikat që theti që janë pozitive, që ka shkundur shoqërinë, ka shkundur sistemin politik, partitë politike PS i ka tronditur, duhet kthyer lëvizje politike. Lëvizje politike. Pra, lëvizje politike, një lëvizje pak a shumë populiste që është, duhet kthyer me disa njerëz që e drejtojnë. Po, jo populiste, popullore, se populiste ka marrë një konotat negativ. Popullore, që do të thotë, nuk ka nevojë të prodhoj një leadership vertikal, si që jemi mësuar. Po, vetëm një. Një leadership horizontal, që janë 5-6 vetë komitet, me cilit mund të folet, mund të negociohet, i cili të prodhoj dhe dokument politike. Se mirë më rritëm deri këtu, të shi 2 javë, qërë kërkohet, zyrtarisht, përveç parullave të mitingut. Unë do sugjerojsha që do të kërkosh një ndryshim në kësaj kushtetute. Sigurisht që nga sheshi nuk ndryshohet kushtetuta së i proces. Po ti do të vesh ke kërkesat imperative, apo thu Shqipëria e re, sa jo është propozimi më i dëgjushëm, më i fisëm, edhe që jep shpresë. Do bëjmë një Shqipëri të re. Tash çdo më thon Shqipëria e re, se nuk është abstrakt,